Mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu me parashkimin e ditës së sotme, një ditë mjaft pozitive, sepse dita e mërkurë e datës 28 na informon për shumë gjëra dhe ndryshime ndikime. Kemi Henën nga Binjaki që informon një kënd shumë të rëndësishëm përsa përket ndikimeve, mundësive dhe jo vetëm. Ajo që ndikohet ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet e takimeve të rëndësishme, në lidhje me punën, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me disa udhëtime të rëndësishme, sidomos ndikime më të mira që kanë bëjnë në shenjat e ajrit, që kanë një ndikim shumë të madh, siç janë binjakët, siç janë peshorët dhe ujorët. Por në anën tjetër kemi dhe ndikime të tjera që mund të diktojnë ose ndikojnë në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në fusha të ndryshme. Duket se pikërisht kjo ditë është dita që simbolizon, rregullon, stabilizon shumë gjëra në fushën e karrierës. Edhe pse do të kemi disa rregullime ose disa shqyrtime shumë të rëndësishme në çështjet që lidhen me anën e dokumentacioneve, por dhe çështjeve kontratave, rishikim kontratash apo çështjet ligjore që marrin një rrugtim tjetër, një rrugtim të ri drejt së njohurs dhe jo së panjohurs, që do të thotë mundësi, do të thotë veprim dhe vazhdimsi. Por le të hedhim një sy busullës astrologjike, çfarë na mëson dhe në çështjet që ka të bëjnë lidhje me anën tjetër të biznesit dhe çështjeve të tjera që mund të thotë një dokument apo diçka të rëndësishme. Kemi busullën astrologjike, ja ku kemi këtu, pra hëna që ndodhet në shenjën e binjakëve, por gjithashtu shenjat e ajrit japin mundësi, pra po të kemi shikoni dhe në anën tjetër kemi dhe ndryshime dhe ndikime të mëdha që do të lidhe me punën, lidhe me karrierën. Por në ujor kemi shumë ndikim planetesh që na japin mundësinë përsa i përket zgjidhjeve të problematikave të ndryshme dhe mundësive të arta. Kemi gjithashtu të shenjës së zjarrit, ku janë një mundësi shumë e mirë, siç janë të shenjës së dashit, janë të shenjës së luanit dhe shigjetar. Shigjetar në anën tjetër ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me kontrolle, në lidhje me vendime të rëndësishme që marrin edhe gjithë ndikimet të ditës së sotme na japin një mundësi për të vazhduar në javët që do vinë, në muajt që do vinë, e shumë gjëra të tjera do të flasim këtu përsa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve astrologjike që na japin. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me 12 shenjat zodiakale, çdo shenjë dhe ku ndikohen dhe ku do të bëjnë kujdes. Fillojmë me shenjën e parë që do thotë shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, me kësë dashit duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi nëse kanë pasur shumë probleme në lidhje me takime punë, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që mund të kemi, por gjithashtu është edhe periudha kur ndodhin fenomenet, por dhe gjithashtu një ndikim shumë i mirë pozitiv në anën e biznesit. Por juve të di që të parë, të kësaj shenje mundoni që të bëni disa takime sot, takime që lidhen me ligjin, takime që lidhen me bisedime para kontratë, sepse është një mundësi mjaft e mirë për të realizuar dhe për të rregulluar. Sepse disa lajme që keni marrë para jave, para 10 ditëve, duket se është momenti tani për të rishqyrtuar gjërat, sepse e drejta triumfon. Drejtësia drejtësi nuk ka, luma i që ka, juve të shenjës së dashit e keni dhe dilni fitimtar. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ndikimet të mëdha, që është gaforja, ujori dhe ndikimet të tjera shigjetari dhe diçit të parë, ku janë ndikime shumë të mira dhe bashkim familjar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Por ju të kësaj shenje duket se demi gjithmonë është një hapara se çfarë ndodh. Megjithse nga pardje ka filluar që të rishikojë disa gjëra të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe disa ndryshime të tjera që vijnë drejt anës suaj, siç është puna, siç është një kontratë e lënë për gjysmë para 3 muajve, duket se plotësohet nga tani e tutje, ku është një mundësi shumë e mirë e artë në lidhje me atë çka do të bëni dhe çka do të rregulloni. Mundësit që kanë të bëjnë tani e tutje, koha tregon që ju e jeni me shumë shans lidhje me një çështje dokumentacioni, një përfitim shumë i madh që do të ndodhi pikërisht në ditën e sotme e në vazhdim, ku është koha dhe momenti i mirë përsa përket anës ekonomike, përsa përket ndryshimeve dhe disa bisedime shumë të rëndësishme që do të keni tani e tutje. Prandaj bini pas, mos i lini gjërat pas dore, sepse e keni mundësinë, është koha juaj përsa përket çështjeve nga më të rëndësishme që keni pasur ndonjëherë. Në lidhje me dashurinë duket se me bricaptë dhe diçit parë dhe me peshk është diçka shumë e rëndësishme ose një diçka që jeni në pritje për një ndikim shumë të madh, bashkim familjar ose një fejesë e papritur. Vijojmë tek shenja e radhës, se do thotë shenja e
binjakëve. Meqense binjakët të duket se për ditën e sotme kanë dhe ndikimin më të madh në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, disa takime bisedime, sepse hëna në shenjën tuaj u jep mundësi, rëndësi në kohën e dur, por mos harrojmë sepse afër dita në një trekëndësh me Mërkurin u jep mundësi për të bërë zgjedhjen e duhur në anën më të mirë të mundshme të që ndonjëherë për juve. Në lidhje të dhjetëdhjetit të dytë të kësaj shenje, ka një mundësi shumë mirë sepse binjakët gjithmonë janë atë kuptimin e jetës së tyre, çdo ditë, çdo moment, ata janë gati për të përgjigjur çdo gjëje në fushën e karrierës, në rolin drejtues dhe jo vetëm. Është një çështje shumë e rëndësishme ekonomike financiare, ku gjërat janë shumë pozitive. Madje është momenti dhe koha e duhur mbi stabilizimin, konkretizimin e lidhjeve të anës ekonomike financiare, lidhje me bashkim familjar. Por një dokument, juve që jeni në përbot ose në Europë, ka diçka shumë të madhe sot, nëse bëni një aplikim, ose keni aplikuar dhe nuk keni marrë një lajm, apo ku diun, është mirë të rishikoni, sepse koha u jep mundësinë për të rishikuar gabimet e së shkuarës dhe për të rregulluar ato. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetëdhjetit të parë dhe me ujorët e dhjetëdhjetit të tretë, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë në fushën e ndryshimeve dhe të bisedimeve. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e gaforeve. Përsa përket gaforet si ndikim që ata kanë, lidhje si shenjat e ujit zakonisht janë mjaft të ndikuar në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit, por gjithashtu kanë dhe një takim mjaft të rëndësishëm për ditën e sotme mbas orës 12, ku është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur një problem, një ngërç që keni pasur para disa kohëve, ku është momenti juaj më i arti, mund ta thoshim tani tutje, ku është momenti dhe mundësi të arta që do të keni tani tutje në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni në fushën e punës, por dhe një takim i rëndësishëm që do të bëni në anën e punës suaj. Në rolin drejtues mund t'ju ofrohet një ofertë shumë e rëndësishme, por do të keni të kujdesshëm në gërmat e imta, e them dhe themet madhe, sepse do ndodh diçka që juve nuk e prisni, në fakt, është vërtet në rol drejtues, por duke rënë dakord në ditët në vazhdim ose pak para një 2 javë, një muaji që keni rënë dakord dhe në pagesë, keni rënë dakord edhe si çështje pune, profil pune, por në rastin konkret do frymos dokumenti nuk ka lidhje fare me atë çka keni biseduar. Prandaj rishikojeni edhe një herë, pra firmosni. Kjo mund të ndodhi sot nga dreka. Dhe di që parë do të jetë me kujdesshëm. Në çështjet që lidhet me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshqit dhe diçit parë virgjëresht dhe diçit të tretë, është diçka shumë e rëndësishme dhe mundësi e artë në vazhdimsi. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e luanëve. Luanët një shenjë zjarri, një shenjë që pretendon, ndikon, rrezaton. Mundësitë dhe koha e artë mbi takimet që do të bëjmë, mbi mundësitë që jepet në çështjet ekonomike financiare lidhje me biznesin sidomos, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim që ka një mundësi tani ose një zgjidhje të një kontrate shumë të rëndësishme mbi takimet, bisedimet, marrje vendime të rëndësishme në kohën e dur. Një moment mjaft i mirë i artë në atë çka bëhet, i artë në atë çka juve rregulloni, stabilizoni dhe mundësoni. Gjithashtu ka të bëjnë me shumë ndikime, takime madhore, sepse lidhet dhe me anën ekonomike financiare, por lidhet dhe me ndryshimin që do të keni tani tutje në fushën e karrierës, por udhëtimet janë shumë të rëndësishme për juve, sepse marrën një dokumente të rëndësishme për juve që jeni në Europë, një aplikim që do të bëni, një blerje pasuri e paluajtshme juve që jeni jashtë në diasporë, është koha më e mirë e mundshme për ta rregulluar. Por mirë, për këtu në Shqipëri nuk ka shumë mundur për shëndet luanit të bëhet një gjë e tillë, po është e mundur, nuk e diskutoj, por flas për personë që janë larg dhe janë në pritje për diçka që mund të ndryshojnë jetën në fushën e punës së tyre, në fushën e kontratave të rëndësishme, në çështje të rëndësishme ditore apo vazhdimësie. Dita e sotme është mjaft e mirë për gjëra të tilla, sepse mund të realizoni diçka të paralizueshme më përpara dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, disa çështje që kanë bëjnë me ndikimin më të madh, që do thotë me ujorët e dhjetëdhjetit të parë ose me peshorët e dhjetëdhjetit të tretë, kanë ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive mbi vendimet që mund të marrin apo çështjet të tjera që i lënë pas dore. Një ndarje që keni pasur juve të shenjës së luanit ka qenë me peshk të dhjetëdhjetit të dytë, por kjo nuk do thotë jo për fajin tuaj, por për fajin e të tretëve. Kjo ndodh dhe kjo është kënaqësi më vete, sepse mbasditja është shumë e rëndësishme për sa përket zgjidhjes të problematikave të ndryshme dhe momenteve që do të keni tani tutje. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat të duket se tani tutje kanë dhe momentin dhe kohën e dur mbi zgjidhje të problematikave dhe të mundësive që do t'ju jepet tani tutje, nuk përjashtohet mundësia të keni një
takim sot paradite, mbas orës 8:30, është një mundësi shumë e mirë, 8:30, 9:30, deri aty që është momenti, do thosha unë, për juve që janë seviljerisht, sepse keni një çështje pune për të zgjidhur, jo për fajin tuaj që kanë ndodhur një problem par dje, por duket se do të zgjidhet sot, sepse kjo ka një mundësi, sepse lidhet me paran, lidhet me disa kontrata ose një parakontratë, bisedimi që lidhet me një pasurit paluajtshme ose çështje testamenti, mund ta thoshim edhe kështu, është një mundësi shumë e mirë sot për të zgjidhur një çështje të tillë dhe koha e duhur mbi zgjidhje të problematikave. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhur me problematika nga më të ndryshmet, duket se vjen momenti tani. Lidhjet afatgjat që kanë bënë me shigjetarët e edicionit të tretë, me dashët e edicionit të dytë, është një mundësi shumë e mirë sepse zgjidhni një problem, një ngërç që keni pasur para disa kohëve dhe kjo është një mundësi, është një moment shumë i mirë, prandaj e keni dhe mundësinë, sepse dita e sotme është një ditë që shquhet shumë për sa përket ekonomisë, për sa përket ndryshimit, sepse dhe ditët që do vinë kemi shumë mundësira para se të mbyllet muaji, mund të mbyllim dhe disa çështje kontrata shumë të rëndësishme për sa përket punës, për sa përket udhëtimeve, për sa përket gjërave që do të kemi tani tutje, por gjithashtu ka dhe një ndikim shumë të mirë tani, meqense momenti dhe koha do që juve të jeni më korrekt se që duhet, por jeni korrekt në anën e punës tuaj, në lidhje me karrierën tuaj dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e edicionit parë, me binjakët e edicionit tretë, me binjakë sidomos njëherë, është edhe momenti dhe koha më e mirë e mundshme, sepse gjërat janë në anën tuaj, gjërat ndikohen, rregullohen, stabilizohen. Stabilizimi është ai që ju bën të ndjeni mirë dhe kohën e duhur për të pasur diçka të rëndësishme në fushën e dashurisë, por nëse një fejes ose një bised, problem, keni pasur debate, atëherë keni kohën nga tani ta filloni, sepse së shpejti vjen dhe hëna e plot, ku do të jetë një mundësi plus në zgjidhje të problematikave të ndryshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Peshore dashura, duket se ky moment ose kjo ditë është një ditë shumë e mirë për juve, lidhet me gjithçka juve dëshironi. Ju që keni pasur probleme me ligjin, mund të tërkisni dhe gjeni zgjidhje. Do thoni juve, unë kam tërkitur çdo ditë, gjatë gjithë vitit, po s'kam gjetë zgjidhje. Pra ditë e sotme është ditë mjaft e mirë dhe favorite përsa përket çështjeve që lidhen me ligjin, por çështje të vjetra, sepse dita e sotme shquhet gjithashtu për çështjet të dalin mbi sipërfaqe, gjëra disa sekrete që nuk duhet dalin. Por nga njëra anë është mirë sepse zgjidhni problemin tuaj. Për të tretët, ata mund të flasin çfarë të duan, por juve keni mundësinë, keni kohën për të parë se çfarë do të bëni në zgjidhje të çështjeve problematike, në zgjidhje me disa probleme ditore momentale, por larg debateve. Sepse mund të humbisni të drejtën tuaj, jo për një gjë, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt, keni mundësinë e zgjidhjeve e çështjeve më madhore që mund të keni. Dhe diçi i tretë është shumë i favorizuar, përse ka pasur për shembull një çështje ligjore pezull, dhe ke ndodhur vjet për shembull në muajin maj, edhe në 2026, duket se pikërisht ky muaj shquhet fundi i muajit, sepse jemi drejt përfundimit të muajit janar, shquhet shumë për rregullime, sepse ato që ta sjell ora nuk ta sjell gjithë viti, dhe pikërisht është kjo kohë, pikërisht është ky moment, është momenti më i mirë i mundshëm, do thosha unë, në lidhje me takime që do të bëni me bisedime. Edhe pse për disa të dhjetëçit të parë, për shembull, një heqje nga puna me patë drejtë, për shembull, fiton drejtësinë e vet. Në lidhje me punën ose ndryshime vendbanimi të dhjetëçit të dytë, që kanë bënë shumë në lidhje me këto gjëra, që është momenti dhe mundësia, është koha dhe drejtësia që do përfitoni në anën tuaj. Prandaj pini pas, ditë e sotme është shumë e ngarkuar dhe është e lodhshme, por kjo lodhje në fund të ditës ka për t'ia vlejtur për gjërat që do të ndodhin, do të ndikojnë në fusha të ndryshme të jetës suaj. Në fushën e dashurisë, edhe pse me pak problematika të ndryshme që keni pasur, ka qenë me dem dhe me bricap, por është e zgjidhshme, kurse me dash është vetë jeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akripit. Me akripët mund bëni biznes, me akripët mund të jeni në më të ndikuar dhe më shoqëror, sepse ndikimi akripët gjithmonë din çfarë bëjnë, din ku do të shkojnë, por ndihmojnë gjithashtu. Mundësia që keni juve të kësaj shenje është një moment mjaft i mirë, është një moment që shfrytëzojnë në maksimum
për sa i përket çështjeve të punës, për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka keni të bëni, lidhje me takime pune, lidhje me vendime që do të merrni, janë vendime shumë të rëndësishme për punën, për karrierën dhe për mundësitë që do të jepen tani. Tutje janë mundësi të arta në fushën e karrierës suaj. Akrepët gjithmonë ndikojnë, diktojnë në fusha të ndryshme. Është një mundësi shumë e mirë në lidhje me takimet që do të bëni. Një marrje vendimi të rëndësishëm që do të keni tani. Tutje është një kohë mjaft e rëndësishme sepse periudha kur ndodhin fenomenet, mënyra dhe mundësia që juve do t'ju jepet tani tutje, është koha gjithmonë që juve jeni në vazhdim të ritmit të jetës, të ditës, të kohës suaj. Në lidhje me një 10 ditë që i tret, do të ketë një ndikim shumë të mirë në lidhje me anën familjare, sepse nëse pret një pasazh është koha momenti tani. Ndryshimet dhe diktimet që kanë bënë. Sepse, kur kemi ndikimin e hënës, kur hëna në një shenjë ajri, që ndodhet në shenjën e binjakëve, juve ju jep një mundësi, sepse trekëndësi që bën hëna me Plutonin, që është guvernatori juaj, në anën tjetër kemi mësuesin e universit që ju jep mundësin për juve të shfrytëzoni për të mirë, që është Saturni. Saturni që me Afroditën, planetin e parave, që do ndikon shumë tek juve, pra është një këto kënde, pra ju japin mundësi, diktojnë gjëra që juve doni të bëni, pra ne mund të realizoni. Është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment, është momenti më i mirë i mundshëm dhe më stabilizuesi i që ndonjëherë. Prandaj bini pas, sepse do e shikoni edhe vetë, sepse ka shumë gjëra për të thënë dhe shumë pak edhe fare për të thënë. Në anën tjetër, është një gëzim shumë i madh mbasditja. Prandaj bini pas sepse do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë e të diktojnë në fushat të ndryshme të jetës suaj. Meqense në dashuri një lidhje afatgjat që është megafore shejuj, ku nuk diskutohet, nuk vjen ndryshim, por dhe një në anën tjetër me një shenjë ajri që do thotë ujorët të 10 ditë të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shijetarëve. Për shijetarët, meqense tani për tani është edhe një mundësi, për shembull presupozojmë që koha ka treguar që vërtet juve keni mundësinë e zgjidhjes së problematikave të ndryshme ekonomike financiare. Meqense jeni pak shtrënguar këtë periudhë, ka filluar nga java e kaluar, por kjo nuk është problematike sepse ju jep mundësi në zgjidhje të disa çështjeve madhore, çështjeve ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, lidhjet me takimet, lidhjet me disa vendime shumë të rëndësishme që do të merrni në fushën e karrierës suaj. Por gjithashtu, një çështje që ka të bëjë me një udhëtim është mjaft ideal në lidhje me jashtë, do thoshon, juve që jeni në Europë, keni një ndikim shumë të mirë, apo juve që keni të bëni me shtetet të tjera të ndryshme, Gjermania, Anglia, dokumentacione, se shqiptarët, shenja zjarrit e kanë mundësinë dhe është një moment mjaft i mirë sepse presin diçka të tillë dhe kjo realizohet fal zgjuarsisë të maturisë suaj, për sa përket punës suaj, për sa përket drejtësisë suaj. Meqense prisni një dokument juve, nuk e keni marrë akoma dhe këtë e prisni në fakt në fund të nëntorit, aty kur ka filluar datëlindja juaj 25 nëntor dhe duhet ta kishit marrë në 13 dhjetor, por kjo ka pësuar në një shtyrje ose diçka mund të mungoj. Rishikojni edhe një herë ditën e sotme, se është një ditë shumë e mirë kjo për rishikime dhe gjëra që nuk janë realizuar më përpara dhe është një moment tani që juve keni edhe mundësinë, ju jepet kohë për sa i përket realizimeve, ndryshimeve, vendimeve dhe anës tjetër që është pozicionimi i planeteve që ju jep një mundësi plus tek juve, gjithmonë nga forja në ndikimin e masës Jupiteri do të thotë ju jep mundësinë, sepse Jupiteri nga forja dhe ndikimi që ka të bëjë për juve si shqiptar është momenti. Prandaj bini pas në lidhje me çështjet dhe bisedimet që do të keni. Lidhjet afatgjat që kanë bënë megafore të 10 ditë të parë, sepse keni guvernatorin, pra Jupiterin në shenjën e Kafores, por keni në anën tjetër në një shenjë toke që është me vijgjëreshe 10 ditë të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë për juve, por gjithashtu 10 ditë që i tret i shenjës së shqiptarit do përfitojnë jashtëmase nga një pasuri e paluajtshme ku e kanë mundësinë gjithçka është ajo, është koha tani për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore. Do shkojmë tek shenja e radhës tani, do shkojmë tek shenja e bricapëve. Çfarë ndodh me bricapët dhe ku bricapët bashkohen dhe ku ndahen? Ndahen ku nuk bin ujdi dhe ruajnë identitetin e tyre, drejtën e tyre. Dhe aty ndahen dhe largohen. Por gjen një mënyrë tjetër kuptimi për jetën e tyre. Bashkohen kur kanë të drejtë edhe pse i japin një dorë, ndihmojnë në fushën e punës, nëse janë në grup. Gjithashtu në lidhje me karrierën janë mjaft të dhënë dhe të apasionuar mbi profilin e tyre. Por një moment që është tani, meqense keni disa vështirësi ekonomike, dhe mundoni shumë që të dilni mbar në gjërat që juve keni. Gjithmonë bricapët nuk presin nga të tretet. Bricapët përgatiten
mundohen të realizojnë çështjet e paralizuar më parë. Është një moment mjaft i mirë kjo ditë e sotme që të bëni një përmbledhje të vitit, bëhet sot, dhe koha që ka të bëjnë në lidhje me takime, në lidhje me ndryshimet. Sepse jeni në kohë akoma, përsa i përket një ndryshimi shumë të madh që keni pasur para disa kohëve. Vjen momenti gjithashtu në lidhje me 10-3, ku jeni jashtë, jeni larg Shqipërisë me dokumenta dhe prisni diçka që për një blerje. Nuk ju pëlqen ajo blerje pasurie që juve të tjerë ju flasin, ju thonë, por do ndryshoni. Ndryshim pune, vendbanimi, atje ku jeni, dhe kjo bën që juve të jeni shumë herë më të fituar në lidhje me ekonomi dhe punën. Një takim që bëhet sot nuk mund të jetë takim rutin, por një takim i rëndësisë së veçantë, që lidhet me punën direkte. Dhe nuk përjashtohet mundësia nga pasditja me një bisedim shumë të rëndësishëm në lidhje me një kontratë që flitet shumë, por dita e sotme ju ndihmon jashtëmas në këtë aspekt. Prandaj bini pas dhe shikoni gjërat që do të jenë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak dhe me peshore të editit të dytë, është koha juaj momenti më ideal. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Meqense ujorët jo se kanë probleme apo diçka që ata i rëndon fjala. Ujorët gjithmonë nuk kanë fjalë, kanë punë. Ujorët gjithmonë ecin me hapin e kohës dhe kuptojnë çfarë ndikohet dhe mundohen ta zgjedhin me qetësi, pa zhurmë. Të tretët nuk e lejojnë një gjë të tillë dhe prishin disa ekuilibra. Në rasti konkret, ata tërhiqen, jo se tërhiqen nga pamundësia, por tërhiqen që të mbijetoj qetësia. Kuptojeni këtë gjë. Rasti tjetër që mund të ndikohet në fusha të ndryshme, debatet që bëhen, po të vini re, tërhiqen nga debatet, sepse kërkojnë të drejtën e tyre sa më qetë jetë dhe jo ikin sepse nuk munden. Vështërsitë që juve keni pasur para disa kohëve, duke se tani është momenti dhe koha e duhur për zgjidhur problemin. Dhjetëdiçi i tretë, një çështje ligjore apo penale mund të ketë pasur para disa ditëve apo para disa muajve. Dita e sotme ofrohet dhe shikoni dhe do më kujtoni, ka diçka shumë madhe në mes. Kjo është një e drejtë që triumfon me qetësi dhe mundësi që ju jepet nga sot e tutje. Nëse juve jeni në pritje për një çështje ligjore, për zgjidhur një problem, mund të ketë shtyrje, por ku i dihet pushim çështje. Kjo është diçka shumë e mirë dhe për juve për nisma dhe vazhdimsi. Se jeni shumë korrekt me atë që ndodh, jeni shumë korrekt me çështjet e mëdha që ndodhin në çështjet e punës. Meqense, për juve që merreni me ose keni ndikime në lidhje me blerje, shitje, real estate, themun, ose me çështje ekonomike, financiare, mundësit janë të mëdha dhe të arta, bini pas, sepse ka për t'ja vlejtur. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh, është idealja me gërmashtypi. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Peshqitashër, nëse keni pasur ose keni mundësin, zgjidhni disa probleme. Probleme që kanë bëjnë në lidhje me punën tuaj. Nuk ju pëlqen, është mirë që mos debatoni, sepse edhe vetë juve jeni lodhur shumë dhe doni të ndryshoni, momenti është tani. Bëjeni, se ka për t'ja vlejtur, keni gati punën tjetër, prandaj bini pas mos e lini pas dore. Në çështje që lidhe me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me shikjetar, është perfektja, një udhëtim, bëjeni se ka për t'ja vlejtur. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj dite, ka të rëndësishëm, dite mërkur, por i shikojmë nesër me parashimet në vazhdim, në ndikime, gjithçka juve doni, vetëm këtu do t'i dëgjoni. Nga unë Jure Pulla, ju uroj një ditë të mbarë.